Një ndër këngëtarët më të njohura të muzikës popullore, Shkurta Gashi, përveç angazhimeve të shumta të saj, ka gjetur në mënyrë që ta surprizoj një fanse të saj shumë këndshëm. Se për çka bëhet fjalë dhe si ka reaguar fansja kur e pa surprizën nga Shkurta Gashi, e shohim bashkë materialin nga Florian Halili. A fan's story about why të jesh fytyrë publike mund gëzosh famën që të gjithë të njohin, respektin, madje edhe të marrësh dashuri nga njerëz të ndryshëm që ke apo nuk ke kontakt. Justin. Të krijosh gjëra të bukura të pëlqesh nga të tjerët të jep në shumë raste titullin idhull, e ata që të shkojnë pas thirrën fansa. Në këtë rast këngëtarët tanë kanë shumë fansa të flakt e të shmendur pas personave në fjalë në forma të ndryshme. Hi! Shpesh kemi parë e shohim ata tek bëjnë shumë gjëra për të preferuarit e tyre në forma të ndryshme, duke shprehur dashurim përmes shkrimeve, veshjeve, flokëve e në raste të caktuara edhe përmes tatuazheve. Por në të rralla raste kemi parë këngëtarë duke përgatitur diçka të bukur për fansat e tyre. E mërkura e datës 19 orë do të shënohet si një ditë e madhe për fansën më të zjarrt të këngëtarës Shkurte Gashi. Ekipa jonë, shoqëruar nga këngëtarja, mori rrugë nga Prishtina për në fshatin ku jeton Blerina në Zhegër të Gjilanit. Organizimi kishte filluar disa ditë me radhë. Kontakti me babin e Blerinës u bë i mundur në një formë sekrete që vajzat mos dyshonte para që po e pret. Dhe tani çdo gjë po niste. Mirë dita, si, a i mirë, a jeni mirë? Qa ka doje? Dush më ndihmu diçka, një dhomë për vajzat reja. Një nga sallonet e mobileve, salloneve të perdeve e tepihave që po na ofronin produktet e tyre teksa Shkurta do të përgjete një dhomë të re për Blerinën, një tinegjere që sapo ka mbaruar shkollën e mesme. Okej, po e marrë që dhomë, faleminderit ty për ndihmën tënde, vetëm se ka mundësi shumë shpejt organizimin me bë dhe montazhirat në ardhmeni. Okej, super. Një brama, nuk da. A je mirë? A je lodh? Mirë ti? Që ka dole? Dush më ndihmu diçka, edhe nuk kam shumë kohë, se zakonisht e din atë përgjedhjen që ma bën ma të mirën të perdeve, edhe një tepi ashtë bugull për domë gjumit, edhe perdja është pa tjetër për domë gjumit. Të dyja. Okej, po më pëlqen që kjo, a mund do me pa dhe që tjetra? Dhe kjo e bukur shumë. Okej, definitivisht unë e për përzjedhit këto. Dhe tani, rruga jonë është në Zhegër tek shtëpia Blerinës. Ora shënon 19, teksa babi i Blerinës, Rahmani, u nis të marrë vajzën që e kishte lënë me orë të tëra në shtëpinë një mikeje të saj. Shkurta po merret me detajet e fundit të dhomës e po e priste takimin me Blerinën, njëkohësisht edhe ajo emocionuar. Kanë kalu shumë orë që jena të mirë me qëtë dhomë,
edhe më thonë jam shumë e lumtur, inshallah sa i kam i pëlqy, edhe e di që kam mu emocionu shumë edhe s'kam më prit të paktën mu, po ta dini se unë jam ma emocionu se ajo. Kështu që krejt këtë sarë në kom bo për dashurin që ma ka dhuru ajo mu, edhe që pëlqen muzikën time. Ciao në kujo. Kuje ti kuje. Oh my Në god. kom marrë të te. A je mirë? Kjo është arsyeja pse unë asë nuk kam shkru, nuk jam përgjigj, në krejt paqet e mija që të ke shkru edhe që më ke shkru në telefon. Sepse më kom dash në arë shpitane me vizitu ti. Edhe me ta bërë një dhurat vogël. Faleminderit. Oh my god. Unë e kom marrë shumë dhurata për teje, më ka bo aqë shumë sene Blerina mu dhurata të ndryshme që më ka dërgu mas njerëzve të ndryshëm. Falemderit shumë për zëvërsisht, falemderoj për gjithë shka që ke bo ti për mu. Ka dhe diçka tjetër. Nuk ta kam bletëri, është jemi që unë e kom pas në një gjeremt, tregova, edhe kom dash diçka shumë personale me dhuru ty. Po, shkurtën e kom taku me një dorësën në Gilana dhe qyshet jone nuk ka pas deni, po e kom kuptu që është me qatë restorante dhe i kom dash me po një herë live. Edhe mu plëcu e pash një... Emocione. Po, mu do këse nuk muj me po, mo. Për ati momenti tani një faj mërzije më merë, vazhdo. Falemderit. Tash me pil një qaj për Blerinës, kjo ndoshta as nuk e ka mendu, që unë e kam e ardhë dhe kam i kërku qaj, edhe mu është pi në vetë. Të surprizosh dikë nëse ke mundësi do të thotë shumë, e sidomos nëse është në nevojë.